Një video e publikuar së fundmi nga gazetari Flamur Vezaj në podcastin Ma Shqip ka nxjerrë në pa probleme serioze në sistemin e burgjeve të sigurisë së lartë në Shqipëri. Në pamje, shfaqen persona të dënuar me rrezikshmëri të lartë duke festuar në qeli me telefona, alkool dhe lëndë narkotike, çka ngre dyshime të forta mbi nivelin e kontrollit dhe disiplinës në këto institucione. Në video dallohen figura të njohura të botës së krimit si Lulzim Berisha, Femi Miziu, Islam Kasa dhe Astrit Avdylaj, të cilët shihen në ambiente që nuk përputhen me standardet e një burgu të sigurisë së lartë. Sipas raportimeve, videoja dyshohet jetë filmuar në burgun e Peqinit dhe është verifikuar përpara publikimit. Rasti ka shkaktuar reagime të forta dhe ka rritur shqetësimet për ndikimin e korrupsionit në burgje. Gazetari Artan Hoxha thekson se në këto ambiente privilegjet shpesh sigurohen përmes pagesave, duke përfshirë futjen e telefonave, alkoolit apo substancave të paligjshme. Sipas tij, edhe lëvizjet brenda burgut ndikohen nga marrëveshje dhe favore. Ndërkohë kërkohet një hetim i thellë për këto skandal, pasi raste të ngjashme janë evidentuar edhe më parë, si ai i Nureddin Dumanit, ku kushtet e qëndrimit në qeli ishin larg standardeve të pritshme. Ngjarja vë në pikpyetje funksionimin e institucioneve penitenciare dhe nevojën për masa më të forta për të garantuar sigurinë dhe barazinë para ligjit.